I nderuar kryetar, të nderuar deputet, dua të falenderoj deputetin Koreshi, sepse interpelanca e tij shërben si kujtesë e dobishme se sa e rëndësishme është të flasim me fakte dhe jo me narrativa politike, për spitalin e Lushnjës dhe investimet reale që po zhvillohen në mbar vendin. Qytetarët kanë nevojë për të vërtetën, jo për alarm politik të fabrikuar, sepse ka deputet që sa shohin një skelë ndërtimi, shpallin katastrofë kombëtare. Ne ndryshe nga folklori i alarmit zgjedhim punën dhe investimin. Shëndetësia nuk mund të përdoret si skenë për propagandë frike apo për të nxirr çdo investim që bëhet. Kjo vetëm për disa kredite politike të momentit. Më lejoni të informoj qytetarët për të vërtetën e investimit në spitalin e Lushnjës. Spitali Bashkiak Lushnjë mbulon mbi 63.000 banor dhe funksionon në godina të ndërtuara para viteve 90, të cilat për dekada kanë pasur amortizim të konsiderueshëm infrastrukturor dhe teknik. Kjo nuk është një problematik e krijuar sot. Është një trashëgimi shumëvjeçare që për vite me radhë nuk mori investimet e nevojshme. Pikërisht për këtë arsye, Spitali Lushnjës është përfshirë në programin kombëtar të investimeve dhe infrastrukturës spitalore të financuar nga buxheti i shtetit dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Investimi ka nisur gjatë vitit 2026 dhe punimet kanë filluar zyrtarisht në 4 mars të këtij viti. Fondi i planifikuar për këtë vit është rreth 82 milion lek, ndërsa për vitin 2027 janë planifikuar rreth 236 milion lek të tjera. Ndërhyrja po realizohen në godinën numër 3 të spitalit, ku funksiononin urgjenca, imazhëria, kirurgjia, reanimacioni dhe patologjia. Paralelisht, po kryen ndërhyrje edhe në ambientet e lidhura me maternitetin dhe shërbimet mbështetëse, me synim këto për mirësimin e kushteve për nënat të porsalindurit dhe pacientët në tërësi. Ky nuk është një investim fasad, nuk është një lyerje muresh për fotografi propagandistike. Është një rikonstruksion i plot infrastrukturor që përfshin rehabilitimin e ambienteve spitalore, rikonstruksionin e rrjeteve teknike, përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare, rritjen e sigurisë teknike dhe modernizimin e kushteve diagnostikuese dhe trajtuese. Natyrisht, një ndërhyrje e këtij niveli sjell përkohësisht vështirësi operative. Por pyetja është, çfarë duhet bënim? Të mos investonin fare, t'i lëmë godina të degradohen, apo të mbyllim shërbimet për qytetarët? Ne kemi zgjedhur rrugën më të vështirë, por më të përgjegjshme, të investojmë duke garantuar vazhdimsinë e shërbimit. Për këtë arsye është miratuar dhe po zbatohet një plan i përkohshëm riorganizimi dhe shërbimet e urgjencës, imazhërisë, kirurgjisë dhe repartet e tjera vijojnë aktivitetin e plot në ambiente të tjera funksionale të spitalit. Ka një dallim të madh mes kritikës konstruktive dhe përpjekjes për të deformuar realitetin. Ne mirpresim kritikën që ndihmon për të përmirësuar sistemin sigurisht, por nuk mund të pranojmë retorikën që tenton të paraqesë spitale publike si struktura të braktisura, ndërkohë që aty punohet çdo ditë, investohet çdo ditë dhe trajtohen me mira qytetar. Është e lehtë të bësh opozitë me batuta. Më e vështirë është të ndërtosh spitale, të financosh aparatura dhe të mbash sistemin në punë gjatë rikonstruksionit, siç ne po bëjmë sot. E ritheksoj edhe një herë se Spitali Lushnjës është pjesë e një programi kombëtar investimesh në sistemin shëndetësor publik. Për vitin 2026 kemi parashikuar një total investimesh prej 4.2 miliard lek, ose 27.5% më shumë krahasuar me planin fillestar të vitit 2025. Aktualisht, po vijojnë punimet në spitalet e Beratit, Shkodrës, Fierit, Gjirokastrës dhe Vlorës, në godinën e Spitalit Psikiatrik Elbasan, në godinën backup të qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore në Vlorë, si dhe në shërbimin djegje plastik në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Brenda këtij viti, pritet të nisë puna për godinën re të Spitalit të Korçës, për rikonstruksion në urgjencës Spitalit të Durrësit dhe për Spitalin e Hasit. Të gjitha faktet që përmenda më sipër janë tregues konkret se investimet në shëndetësi
nuk janë të përqendruara vetëm në Tiranë apo në spitalet universitare. Ato pështrihen gradualisht në të gjithë territorin me vizion e qartë se qytetarët duhet të marrin shërbim dinjitoz, cilësor dhe të sigurt pavarësisht ku jetojnë. Në këtë kuadër, krahas investimeve infrastrukturore, janë parashikuar fonde për modernizimin e pajisjeve mjekësore, forcimin e kapaciteteve diagnostikuese, përmirësimin e rrjeteve teknike, rinovimin e flotës ambulancave dhe përmirësimin e kushteve në qendra shëndetësore dhe në spitalet rajonale dhe bashkiake. Duke qëndruar të spitale bashkiake, siç është ai i Lushnjës, dua të theksoj se spitali vijon normalisht aktivitetin dhe përballon një volum të konstrueshëm pune. Krahasuar me ritmin mesatar të aktivitetit gjatë vitit 2025, të dhënat e tremujorit të parë të vitit 2026 tregojnë se janë trajtuar 1727 pacientë të shtruar, ose rreth 26% e totalit të vitit 2025, e theksoj vetëm në 3 muaj të parë, duke reflektuar një ritëm të qëndrueshme të hospitalizimeve. Janë realizuar 86 ndryrje kirurgjikale që përbëjnë rreth 16% të totalit të vitit 2025. Janë përballuar 15.553 urgjenca, ose afro 31% e totalit të urgjencave të vitit 2025, çka tregon një rritje me rreth 24% të ritmit të punës në rastet urgjente duke krahasuar me të njëjtën mesatare periodike të vitit kaluar. Janë kryer 14.076 konsulta ambulatore, ose 24% e totalit të vitit 2025, duke ruajtur pothuajse të njëjtin nivel aktiviteti me vitin paraardhës. Janë realizuar 39.739 ekzaminime laboratorike, radiologjike dhe endoskopike, ose mbi 25% e totalit vjetor 2025 vetëm për 3 mujorin e parë të këtij viti, duke reflektuar një trend në rritje të kërkesës për shërbime diagnostikuese. Këto nuk janë shifra të një spitali të braktisur, por të një strukture që funksionon, që mban peshën e shërbimit për qytetarët dhe që stafi i kësaj strukture spitalore meriton mbështetje dhe jo baltosje politike. Spitali Lushnjës disponon CT scanner, aparate radiografie, mamografi funksionale, aparatura ekografie dhe pajisje të tjera laboratorike e kirurgjikale, ndërkohë që po vijon puna për modernizimin gradual të aparaturave të amortizuara. Gjatë vitit 2026 është vendosur aparati i ri i anestezisë në sallën operatore të obstetrik ginekologjisë, si dhe është realizuar zëvendësimi i aparaturës ekografisë. Ndërkohë, spitali do të pasurohet me aparat të ri ekografie dhe mamografie. Lidhur me informacionin e kërkuar për rrjetin e oksigjenit, theksoj se në muajin shtator 2025 është realizuar mirëmbajtja e rrjetit dhe panelit të shpërndarjes, ndërsa në muajin shkurt 2026 është kryer kolaudimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të mbrojtjes nga zjarri në ambiente teknike. Për sa i përket barnave, dua të jem shumë e qartë. Spitali i Lushnjës e ka menaxhuar situatën në kohë reale dhe pacientët kanë marrë mjekimin e nevojshëm. Furnizimi me barna realizohet përmes kontratave aktive dhe marrëveshjeve kuadër, ndërsa për periudhën 2026-2028 është planifikuar zgjerimi i mëtejshëm i kontratave për medikamentet spitalore. Sa i takon shërbimit të dializës kërkuar nga deputeti, aktualisht janë 51 pacient nga Lushnja që marrin shërbim dialize. 34 pacient në Fier, 12 në Durrës, 3 në Qesutë dhe 2 në Berat. Ndërkohë, sipas kuadrit ligjor dhe saktësisht sipas urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë numër 469, datë 30/8/2010, për sigurimin e transportit për të sëmurë që trajtohen me dializë i ndryshuar, Spitali i Lushnjës mbulon pagesën e transportit për pacientët e dializës në mbështetje të paketave shëndetësore të miratuar nga FSDKSH, me qëllim garantimin e aksesit të pacientëve në trajtim. Të nderuar qytetar, ne nuk pretendojmë se çdo problematikë është zgjidhur. Shëndetësia është një sistem kompleks kudo dhe sfidat ekzistojnë. Por ka një ndryshim të madh mes atyre që përpiqen çdo ditë të zgjidhin problemet dhe atyre që përpiqen çdo ditë të përdorin problemet si kapital politik.
Spitali Lushnjës nuk është një strukturë e braktisur, është një strukturë ku po investohet, ku po punohet dhe ku shërbimi vijon për qytetarët. Ky është realiteti. Dhe mbi realitetin duhet të ndërtohet debati publik, jo me egzagjerime, panik apo deformime të qëllimshme të situatës. Ju faleminderit.